se e kam thënë që më pëlqen si gocë. Ti ke ardhur edhe duke mos shpreh pëlqim fare. Nëse marrim për përdorim këtu, më shumë probabilitet ke ti, jo unë. Unë kam thënë vërtetën kam thënë s'kam pëlqim. Mund të kisha thënë kam pëlqim dhe ta përdorja. Çfarë thon tjerë dhe do të veprosh në bazë dhe të atyre që vinë thon tjerë ty, është okay. Nuk afrohem më fare unë. Nuk afrohem më fare. Kristi, bëj çfarë duash. Mua më takon që të them të lutem, shiko se. Për sa kohë ma thua, kjo gjëja, e vlerësoj që ma thua. Kjo gjëja, mua do më prekte shumë nëse do ishte ashtu. Nuk të afrohem më. Le të dalon përdoruesi pastaj edhe. Po largohem unë që pëse ndjere përdorin, ato tjerë po vinde po të thonë që po të përdor Kristi. Unë nuk po ndihem e përdorur, unë po të them. Për sa kohë vinde ma kam bëm gjithë këtë të drejtën e bisedë botës, të kem dyshimet e mia dhe ta them këtë gjë. Okej. Edhe pse jam shprehur gjithmonë që kam besim te Kristi. Por nuk pas ke besim te Kristi, përdërsa po tani më duke këtë më bisedë thënë tani. këtë pjesën, jo Selini, jo lëshmeqime. Në qoftë se nuk do ishte dikush tjetër këtu brenda. Mua më bën të dyshoj. Nuk do kisha atë lloj, dhe do isha jo i vërtetë atë që po të shpreja, as ta kisha thënë fare. E sido që të dilte as më interesonte fare kur dilte. Fakti që ta kam thënë, tregon diçka. Dhe në këtë fazë tash. Gjithsesi, nuk ka frama. Po mirë, nëse ti do ta marrësh ashtu si do ti. Sigur unë të thash mos më afro më. Nëse ti merre. Mos më afro. Merë tash në konsiderat dhe vinë me bërë mua këtë bisedë në këtë fazë kur ti s'ke fare pëlqim për mua. Fare, që s'ke pse ndihesh keq ti, që nuk është shprehu pëlqim. Po. Ashtu do. Po xhelozin tani për çfarë vjen e bën që po thua ju ande po këtej? Nuk po bëj xhelozi, po të them që kjo gjëja ka ndodhur një herë me një vajzë tjetër, tani ndodh me mua. Po nuk e kam thënë unë se të pëlqej. Po ti më the e kam thënë. E kam thënë tani pasi ke kalu. E kam bërë muhabetin këtu e 47 ditë, 48 ditë. As ja kam thënë dhe kam thënë nuk po e përdor këtë gjë, dhe fakti se ja kam thënë edhe kur e kam pëlqyer, dhe kur ka qenë lloj situatës e tillë, unë as të kam thënë tek ajo, dhe as të kam përdor për lojë. Unë do them argument mbështetës për të thënë që nuk po luaj, ti vjen dhe më thot tani ma përmend argument, po të përdor. Çfarë thua Kristi? Po mirë, unë kam drejtën time ta mendoj këtë gjë. Shumë mirë. Kur ti vjen e më thua. Por ti vjen dhe merr konsideratat se çfarë vin të tjerë. Jo. Në momentin që ndodh kjo gjëja, dhe në qoftë se nuk e përballon dot. Dhe ta kam thënë që në fillim, biseda e parë që kemi bërë, çdo gjë është në dorën tënde. Kristi. Jo. Ta thash, unë nuk mora në konsiderat që më thanë të tjerët. Unë mora në konsiderat atë që më the ti. Jo, ti po thua, në momentin që më thuan, unë jam shprehur gjithmonë që kam besim te Kristi. Tani vjen dhe ma bën këtë bisedë. Po patjetër. Fakti që vjen dhe ma bën këtë bisedë, që s'ke besim. Po lëre ti tash ça shprehun të tjerë. Po mos edhe kam të drejtë kanë dyshimet. Po. Ke ti besim 100% unë? Nuk po merrem me çfarë shpëtit e tjerë. Mirë, ke ti besim 100% unë? Si? Ke besim 100% unë? Jo.